Thot cili është vendimi i Islamit për kravatën, kollare? Dihet që kravata është veshje e re. Është veshje e re, o bën dietarët këtej për shembull nuk e pëlqejnë kravatën. Thonë është veshje e krishterëve dhe çifutëve, dhe profeti alayhi salatu wasalam ka thënë në një hadith, o bën men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Kush i përngjan një popull, ai është prej tyre. Megjithatë ka disa të tjerë që thonë, nëse ata veshin muslimanët në vendet të cilat jetojnë në vendet për shembull në vendet tona, dhe krevata është veshje që e veshin të gjithë, nuk dallohen një pa njerëz nga një palë të tjerë, për shembull të jetë veshje enkas vetëm e krishterëve, por se e veshin dhe muslimanët, atëherë thonë nuk ka gjë. Pra nëse kjo veshje është e përhapur në popull dhe nuk ka dallim për shembull që ta veshin këtë krevatën apo kollaren vetëm krishterët, dhe nuk e veshin muslimanët, thonë ka, nuk është gjuna. Nuk ka përngjësim me jo besimtar. Megjithatë, muslimanët duhet të jenë kujdesshëm, ata të cilët e veshin në vendet tona, siç jemi ne në Europë, Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni. Nëse kanë ndonjë musliman që e vesh, duhet të jemi pak me, edhe nëse ne shikojmë që nuk lejohet vishet, duhet të jemi pak me takt, mos ta bëjmë aq të madhe ti themi ti ke bërë këtë, ta marrim atë vllajën ton musliman edhe ta hedhim mas murit. Duhet nëse kemi diçka argumente konkrete, t'ia shpjegojmë atij në mënyrë më të mirë, sepse është sido që tjetër është musliman, edhe ndoshta mund të ketë marrë ndonjë mendim i cili është ai që tham ne, që thon disa dietarë që nëse kjo është veshje, qoftë krevata, qoftë edhe çdo gjë tjetër, është veshje e përgjithshme që e veshin banorët e këtij vendi, qofshin musliman apo jo musliman, pra nuk ka dallim, atëherë nuk ka problem.